Do sigurt. Jemi live. Jemi live, qa live? Shive. Po do ta bësh edhe video kur të gatuaj. Që Do e të bëj, nxjerrësh dhe episod kështu që të provosh. Ky emision mundësohet nga Brunës, Herbadent, Eurolab, Cinco Luxury Club. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Dashur prezantues, jemi gati në 3, 2, 1. E të gjovë? E dëgjova mia. Kjo është sigla. Ju përshëndes dhe jam shumë i kënaqur që episodet i lënë radhën njëri tjetrit, të ftuarit i lënë radhën njëri tjetrit. Dhe kjo studio mirëpret njerëz të cilët përveç se janë dashamirës, po themi, të komunikimit publik, janë anën tjetër në disa raste edhe miq, janë njerëz të afërt, janë njerëz të cilët na ka bashkuar jeta, janë njerëz mbi cila që kanë një rrëfim për të bërë, kanë një histori të tyre, që kanë ndërtuar diçka. Çfarëdo që tjetër, mund të jetë një biznes, mund të jetë një karrierë politike, mund të jetë një histori personale, përpiqemi që t'i gjejmë këto histori. Kuptohet që në tilla format është e pamundur që të arrish në një masë shumë të gjerë, por ne duam që këto histori të sjellim aty ku ka vesh që dëgjojnë dhe ku ka zemra që rrahen për të kuptuar dhe për të mësuar pak më shumë. I tillë është dhe personazhi i cili është ulur krameje, Ismet Sheu. Faleminderit që jemi na. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Dhe mirëmbrëma që në kuptimin e late night-it, që po të mbaj pak vonë, nuk e di nëse për ty Ora aty ka dalë hona aty. në honën që thu ti e kemi gjithmonë. E nuk e Gjithmonë. di ky program është me shumë fat se I ka rri gjithmonë 12 honës. dhe ka gjithmonë hënd plot. Dhe ne na bekon vazhdimisht hëna në late night. E kemi pjesë edhe të logos edhe të strukturës të emisionit. Si e? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë jam. Dukesh më i buzëqeshur tani me këtë late night show. Vërtet, ë? Po. Ndihem shumë mirë me thënë. Ndoshta e lodh të dhon lajme gjithë kohës, tani s'ke qef t'japësh lajme, por ke qef Ama mos nuk kujto ato lajmet. Pse? Ku di unë? Tani as nuk i shoh fare. Domethënë patjetër që informohen, po lajmet të ulem dhe të shoh nuk është më diçka që e bëj e çuditshme mbas e kam bërë për shumë vite. Ti do ta ke diçka për shkakun që nuk e bën më, se tani do të pyes unë se Tani nuk mund të ketë shumë gjëra që s'bëjmë më në orën që kam për të bërë, sepse çdo gjë ndryshon me kohën. Edhe mosha ka të bëjë se kur plakesh nuk bën shumë gjëra. ti je aktiv, njëri më aktiv se ty, nuk besoj që ka. Ja, jam. Të paktën në rrjetet sociale je një nga njerëzit më aktiv që unë njoh në kuptimin e qasjes që ke me publikun, madje kjo është dhe një veçanti e jotja. Tani për një publik që nuk të njeh ose që nuk ka arritur akoma të njohë profilin tënd, pavarësisht se ti ke shumë ndjekës edhe në rrjetet sociale, je prej vitesh një sipërmarrës i njohur në kryeqytet, dhe jo vetëm në kryeqytet, edhe me një përfaqësim të biznesit tënd në jug të Shqipërisë, doja që ta nisim që nga zëna filla. Si u lidhe ti me biznesin? Momenti i parë ka qenë një moment i shumë i vështirë për të hapurit biznes, jo në rrjetën, jo në pjesën time si karrierë, si kuzhinier që kisha. Se çdo njeri ka një ëndër që e mendon. Për shembull, ka një sirtar, dhe atë sirtare për shembull mendon ëndrrën e vet që unë një ditë mund të bëj diçka.
Se do ishte ndrojime kaq shumë e madhe që u bëra, jo, të flasim pas të realitetin, po çdo gjë është ajo gjë që ty të shtyn, motivohesh, siç the ti shpar që nga rrjetet sociale. Unë vjen i nata lej për shembull, nëse unë punoj me rrjetet sociale edhe të flej gjumë. Për shembull, marketingu, më duket sikur unë vetë po punoj. Ndoshta ka ca gjëra që nuk i bëj mirë, ka gjëra që i bëj shumë më mirë, po të paktën ti atë gjën e lën e vazhdon edhe audienca sa do më çove keq, sepse kjo ka ardhmja sot, kur po flasim ne për 9 vitesh që u hapa, po bëj gati 9 vite që hapa biznesin, ishte koha e Instagramit. Po koha e Instagramit atëherë ishte pjesa e ndërthuret e VIP-ave që u krijuar në Shqipëri, Filani, Fisteku, ky që ne kishim parë nëpër televizion. Televizori ishte shumë audiencë e madhe atëherë. Unë do e kuptoj këtë stilin, unë thash, ky Instagrami ka një kuptim, ka një thënie. Pse mos ta përdor edhe unë për veten time, edhe aty vazhdova të ti jap vetes më shumë bujë në marketing. Ta përdorësh këtë gjë. Ku ke lindur, Ismet? Unë kam lindur në Ceren. Tani. Se nuk e di pse më ndodh shumë shpesh kjo. Ismet Cereni, më thonë mua, ose dëgjoj Ismet Cereni, të Cereni, i lindur në Ceren. Po, Ceren është në Kala të Dodës. Kala e Dodës, nëse e di pak shumë mali në Korabit, Po. Ka tani zone është Dibran. Deri në cilën mosh? 2 muaj. E pra, 2 muaj edhe kam marrë fark. erdhe në Tiranë. Po. Si erdhe në Tiranë? Siç çdo prindër që kanë ardhur atëherë, kanë ardhur për një më të mirë. Është atëherë për familjen tonë, siç unë zgjodha Anglinë ose Gurbetin, babi im zgjodhi Tiranën që për një jetë më të mirë. Sa qëndrove në Tiranë, sa ke jetuar në Tiranë, para se të largohesh për jashtë shtetit? Po i bie unë nga 2 muaj deri në moshën 16 vjeç në Tiranë. Për 16 vjet ke jetuar në kryeqytet. Po. Si ka qenë kjo periudhë, këto 16 vite? Ke kujtime, si e përkufizon? Kujtime, në momentin, po flas shkollën fillore, deri në 16 vjeç, njeriu ka një memorie shumë të fortë. Edhe e ruan çdo gjë, sepse të kapim, ndoshta ka qenë për gjithë, s'po them që jam unë, ose ka qenë dikush tjetër, po ka qenë një kohë varfërie, më thojsa, po të kapim. Çfarë ndodhi mbas moshës 16 vjeçare? Si ike nga Shqipëria? Të tregoj një gjë, në moshën 16 vjeçare vendosa unë me një shok. Dashuri. Rash dashuri. Atë është dashuri. Do të pjes pak më vonë për këtë. Dashurit ishte një atë. Si ike nga Shqipëria? Unë po, çfarë nisi të tregoj? Nga Shqipëria ka qenë isham një shok, komshi dhe i themi do ikim. I gjetëm kontaktet, edhe i thoya babi që unë do marr rrugën, edhe babi më tha mos ik. Je i vogël akoma. Jo, unë thash do iki. Po jo tha sepse unë akoma nuk njoh ty se gjithë jetën në Gurbet, tani është momenti që ta shijoj që me djalin e vogël që të paktën të madhen e kam në Angli. Jo, unë nuk kisha vazhduar edhe shkollën profesionale të Harry Fuzi, me dëgjoj, unë do të iki. Ai mendimi, jo mendimi tani ajo thënie që vllai në Angli po i merr lekët në për tokë, jo, po thjesht një jetë për më të mirë. Zgjodha, ikëm, mem në autobus, një grup që unë nisëm rrugë e gjatë nga Kuksi me shku në Kosovë. Edhe atë ditë bën një aksident, për pak në ram, ne të vegjël, 16 vjeç, u trem, morëm malin në këmbë, malin dogan s'na lejoshin 16 vjeç, do mirëshë nga dogana malin nga Morini, sa e bëm një orë, gjysmë orë nuk e mbajmë se tani. Po jo, po ka qenë edhe rrezikshme apo? Po kemi qenë shumë veta, nuk është isha vetëm unë me këtë djalin dhe ishim nga aty shkum në Mitrovic, shkum në Bosnjë, po momenti më i keq që unë e mbaj që sot ka qenë Bosnjë. Na futën një podrom me automatik aty, ishim aty, jemi 3 më farë, se kaluam aty, na fut me automatik aty edhe, më falë për kështu, po me neri themi ne, çdo gjë u bonda aty, u trishtuam fare, na majten 4 ditë aty. 4 ditë? 4 ditë, po e keqja, problemi më i madh aty, na kabe si leska, tani ky grupi, ndau mu me shokun tim. Më ndau që ishim me shokun që i kemi nisë edhe sot e kam shumë shok. Që nisë udhimin, po. Po, edhe kam shumë shok. Edhe ti s'dije më në cilin drejtim të shkoja. Po si kishte frikë aty me automatik na futën aty. Çfarë ndodhi? Nga aty në automatik ikim me frikë, kalofshim nëpër male. O zot na ruaj, nuk harroj, kemi flet 3 ditë nëpër Lakna, se më i marr me Lakna, edhe
kishim rritur, kishim Do të rritur. thonë rruga pas ka shkuar 10 Po, ditë rrugë. Po, se kaloshmi 2 javë, mbaj me 2. Po, hypshim ecën për male, u futshna prapë në kamionçina, ikim nga aty kur shohim vetëm ne që thot ai edhe pak kemi në Austri. Nga Austria më sjellin një bukë me këtë salam salcice. Po unë duke ditur se atëherë nuk e haj asnjëherë mishën e derë dhe gjëra, më jep një bukë, po ajo bukë, shifet bukë, po vdisja. Ishte e omël, sa e keq, e sa haja do të lash. Ikëm në autobus nga aty, ishte një furgon i mbyllur, kur shkojmë ne në Itali, po na ka policia. Ka qenë një aksion nga policia aty, na futën aty, unë 16 vjeç, habitëm që nuk majten mua ato, sepse një kur i underage du të mashin, ai policia që ku ishëm aty më ka kapur mua, për mbaj se ne po flasim që vetëm grekët ka qenë kështu, po edhe policia italiane, u që në do momente, ka kapur, më ka shtyr në dera, bam, më hodhi. Ne ato kapën njëri. Ndërkohë gjithë këto ditë nuk kisha asnjë kontakt me familjen. Jo, ma si ku s'kena pas telefon, ku s'ka pas telefon. E di pra, domethënë ishte dhe meraku i tyre në Shqipëri se çfarë ka ndodhur me ty. Po, ndoshta prindit e mi, ndoshta babai po them që mamai mund të kishte kontakt me atë personin që unë kisha lënë kontakte që do nisësha. Ndoshta ai mund ta kishte mashtruar, është mirë, është keq, sepse ai vetë nuk e dinte. Është kjo historia jote, historia e shumë njerëzve të tjerë, kam përshtypjen që kanë rrezikuar shumë jetën për të larguar nga Shqipëria dhe për të pasur një jetë më të mirë. Si arrite pastaj nga aty, nga Italia, thash do na marrin në Itali? Ishin jam sepse në për çfarë se mund të kishte mbetur dhe në Itali. Po çfarë ndodh aty duke ai fugoni që ishim ne, rrugës që po ecshim, na u takoshim edhe me grupe të tjera, shtete të tjera, nuk ishim vetëm shqiptar, se u ndam shqiptar mund të ishin vetëm 4, se të tjerë i lam mrena atje, do vishin ditë ishim ditë. Pra ju shkëputët nga ky. Po, nga aty mund të ishim 30 veta, kur na kapën aty, ato gjetën një faturë që se pak a shumë anglishin e ditë, gjetën një faturë që kishin blerë një cigare shoferi në Vjenë, po në Austri, na çuan në Salzburg. Aty me një burg aty, i para u burgim një muj ditë. Po, kishim coins, e kupton se po kisha marrë lek me vete, ato edhe këto si themi ne çorapet e që marrën për ijet, me çorapet e ije, ma kishte lidh mami mua ato lek. Këto mbrez, normale lekët aty, po kisha edhe mysha coins edhe fola që të shtëpis, u jam mirë. Kishte lek të huaj apo lek? Euro, se babi normal kishte përgatitur euro. Dhe i përdore këto monedat. Unë jam aty në paraburgim, herë e parë jetës time çokolada Milka. Blesha, s'kisha marrë me shumë i do. Po i ruja ca do lekët, po i rusha për coin sepse më ishte një kartë, ti i bleshe një kartë, edhe ose edhe flisha me shtëpis, jam mirë gjë, po ta them realitetin, isha u mërzit keq fare, 16 vjeç, herë e parë me një kështu ishte, sepse nuk kishte një paraburgim, vetëm javën e fundit na lanë jashtë. Na lanë jashtë, domethënë që mu taku me njerëz të ishte vetëm mrena, vetëm një çun tjetër, ai takova aty, ai kishte bë vite aty, thonë. Me kë folje nga familjarët kur i morën telefon? Po po babit, se numrin e babit e dija përmend, edhe akoma e di përmend. Po. Dhe sa momenti parë kur arritën në Londër, dua di isha më mrapa unë më kthyer në Shqipëri. Në Angli. Domethënë në Shqipëri aty, në Shqipëri babi u gëzuar shoqë që të kanë kthyer. Tani si do të thonë nga Italia, nga Italia na çuan atje në Salzburg, por ka qenë të tregëm një gjë, nga më mrapa do të thoshin të ikshin në Shqipëri. Shkuam 3 ditë në Vjenë. Po në 3 ditë në Vjenë ka qenë frika ime më e madhe. 16 vjeç, po ka qenë një gjë që më besohet. Në mrena në burg ishin pak keq ofenduar, jo racizëm, po ishin zëzak të mëdhej kështu, edhe hashin me thika kështu. Ika unë, ku më qëllun dhomë aty, se 2 ditë që po prisha, ika më qëllun gjithë ato zë. Unë kësha kujtoj që ishin ai i vogël, fryma e keqe duke folë për të njerëz jo kështu. Më respektuan shumë mirë, gjë. Ika ku erdha në Tiranë, nga Tiranë, bërë aplikimu për vizën në Itali, po kur do zoti, aplikimi vizës, aplikimi parë vizës, më dhanë vizën në Itali. Më direkt aplikimin e parë? Po, aplikimin e parë nuk e dim, sepse kisha burrin e motrës që mori garant edhe më doli viza. Si nisi rrugtimi yt jashtë Shqipërisë? Çfarë drejtimi mori? Si filloi të formëzohej? Thash nga ikja nga Italia, e pash Italia nuk është e përshtatshme për mua, doja nosha ishte edhe ajo,
dashuria që të shkoj te vëllai, e kupton? Kur ke dikë që pse kur ke një krah të djathtë, kur një çik të shjellon, kur ke Patjetër. diçka është më mirë. Mora rrugën të ikja nga Italia në për tren në për Francë. Në tren më kapën me bilet, ti nuk lejohesh me këtë vizën. Bëra momentin tjetër, mora prap trenin me lana, kupton? Mora trenin, më qefa në banjo derisa ishte kontrolli se kuptoshe që kur kalosh. Më qefa në banjo dhe kalova kollaj mirë. Nga aty kam hyp në përrjeta poshtë kamionit. Jam fut poshtë kamionit edhe vluzën zinxhir aty. Jena fut në traget me një brisk, kam qarë, ja fut mrena dhe kisha shkëmritur nga i kamioni kisha rritur në Manchester. Çfarë peripetësie? Po, nga aty edhe më e keqja sepse me patlajmëruar personi që kështu, që kur të na losh një karburant, të lutem, çaje, mat briskun çaje dhe dil jashtë. Unë e çava. Po pash që kishte polica aty edhe unë ç'a bëra? Të betova misme dhe ja po më dritën duart kështu. Ai hesë shpejt, unë e maja vetëm çadrën këtu sepse ishte qarë dhe nga era do e çante gjithën edhe zoj të bëhe shkak e zgjë. Unë e maja kështu edhe vetëm u dridhja, deri kur shkoj edhe Manchester që ka shku, isha nxirr edhe nga tymi sepse u hapta, nga tymi kur dol aty direkt u shkoj me karbon tjetër, u mçefa. Edhe pak nga anglisht edhe vëllai më thonte kështu, gjithmonë kur të shkosh vetëm pyeti në dyqan postkodin. Se me postkod vi direkt, më mora të postkodin, kisha pas ca pound, mora i gjë hangra, isha me një park aty, më qeva, erdi vllai mori, nga aty vazhdoj rrugtimi im që jeta. Tani janë këto që fësi ke parë tani këto vesët që punojnë ndërtimet. Po. Edhe Jelekët, po. Po, jelekët, po ves, jelekët që punojnë ndërtimet. Ato ishin ndërtues, sa dola ditën e parë nga Anglia, tu dalë që vllai im, mos dil, sa mos ki merak, se mos u trem. Unë ajo maraku im jo. Unë shoh këto me vesa, ta shqeken policë. Mos dola u kthesha rrugën, apo frika qen çdo gjë nga këto emocionet e frikës. Po nga aty mora vendimin të punoja në ndërtim ground worker, që tini moj pak vllajt. Pra puna jote pak ka qenë në ndërtim. Po shumë pak, mos Po, them pra, 4 dakor, muaj. okay, po. 4 muaj thjesht me pa, më mrapa Kam përshtypjen që këtë e bënin shumë shqiptar. shumë. Po edhe unë e kam bërë me gjithë zemrën dhe me ato njerëz që kam respektuar kam shumë respekt, kanë qenë njerëzit më të mirë që mund të kem njohur nga këshilla sepse më futen. Çift që ku kuptohet, po them ishin edhe shok të vllajt. Po ken shok të vllajt, fusin në shtëpi, na hap frigoriferin, një shtëpi tatë, rrim një që punoja Ti me kishte të. vetëm vllain Po, vetëm vllajin ato momente që ishte u bë një mbështetje. Po vllai im ishte punë tjetër, po vllai im ishte një punë tjetër që s'donte të mirë, aty ishte shumë e vështirë, thonte mirë, shko rri me këtë shok të mirë. Ke rritur në kontakt me këta, po themi shokët, miqtë e kësaj rrugës vështirë, ke më ndonjë? Po, shumë. Po, sepse nuk e harrojmë, edhe vinë, më vizitojnë. Vërtet. Po, kalojmë shumë E mirë. kujtoni kohën e këtyre? Po, më shumë, kalojmë edhe përmendim shumë. Kemi edhe momente për shembull është një shok që kalojmë gjithë kohën edhe ka jemi Ismet si puna ime. Edhe Mendon që fati, jeta është çështje fati i destinuar për të qenë i tillë apo dua të të pyes pak për këtë mënyrën si sheh këto gjëra. Për shembull rrjedha jote e jetës, ka qenë fati yt që të shkonte kështu? shive, ne që ka një gjë që mund të themi që ditën e parë që ne dalim nga barku nënës, fati është i shkruar nga Zoti i lartë, çdo gjë që mund ndodhet me mua, me ty, me tjetrin. Por është edhe fati nganjëherë që Zoti bën mrekullirat e mira, bën edhe sprovat e këqija, po nga sprovat njeriu bëhet i fortë dhe bëhet më të mira. Sepse jo çdo gjë mund të kemi kaluar se tani po të kapim janë sjellës. Por ta shohin Ismetin, do thonë që Ismeti se fush me lule ose se kështu. Po njeriu nuk e din me hyn në thellë në zemrën e dikujt që të dim se çfarë problemesh ka Adrini ose çfarë problemesh ka Ismeti ose sa të mirë ka Ismeti, sa të mirë ka dikush tjetër. Në jetë çdo njeri kalon, po njeriu mëson. Si nisi kjo marrëdhënie e jote me besimin? Unë vi nga një familje që gjyshi im ka qenë imam. Edhe gjithmonë besimi ka qenë që fëmijë. Deri sot, faleminderit Zotit, e kam atë besimin që të lutesh te Zoti është mrekullia më e madhe, edhe të pendohesh te Zoti. Unë lutja ime mëngjes që mund bëjmë, ti i them Zot më fal, edhe Zot më bëj që ti të kërkoj falje, edhe ti të them që të jem mirënjohës. Sepse sot do të jesh edhe mirënjohës ndaj Zotit, sepse sot gjithë mrekulliat që i kemi është fal atij. Është, po themi, tek fëmijët e brezëri, se ka dhe shumë të rinj që po e përqafojnë apo e drejtojnë besimit. Është e pranishme kjo gjë apo?
Po ka, shive, unë... Apo është janë të lirë që... Unë e kap, shive, unë e kap në anasjellës, sepse unë kur shkoj për shembull në xhami, shikoj shumë rini, edhe shumë unë për shembull shoh rini që dinë edhe shumë, edhe bëhet zemra mal edhe kënaqem. E flasim me anasjellës gjithë në xhami, po kam pa edhe rini shumë që shkojnë edhe në kisha, se çdo gjë unë respektoj çdo lloj gjë. Unë njeri të jemi human, të besojmë që Zoti i lartë është gjë mrekullia më e madhe për mua. I falesh Zotit rregullisht? Po, normal. Ka diçka, se do të kaloj para se të kalojmë disa tema tjera. Ka diçka që ja kërkon vazhdimsi apo i e falendërues? Që lutja ime me e përditshme ose më e sinqertë që po të flasim është që është Zot, ti e falës, e do faljen, më fal mua. Kjo është shumë shkurt. Zot, ti e falës, e do faljen, më fal mua. Edhe më bë që të jem mirënjohës edhe falendërues, për shembull që faleminderit për çdo gjë se kjo është më mrapa. Kush është për çdo një prindër, kush është Zot, mi bek ato fëmijët e mi në rrugën e duhur. Si ishte lidhja jote me kuzhinën? Si e nisa? Shive, unë që fëmijë ka pasjen ndoshta ose jam dhe gabim unë, por nuk e di kush janë këto fëmijët e vegjël janë që të llastuar. Rrin mas mamit. Të vegjëlit e familjes, domethënë të vegjëlit po, e familjes. Unë jam djali i vogël i shtëpisë, duke qenë një djali i vogël. Ju sa fëmijë jeni? 3. 3 fëmijë. Okay. Është vllai, është motra, jam unë. Po vllai me çonte nga 1 pound nga herë nga Anglia me ledhat. E kupton kështu? Po unë rria gjithmonë mas mamit, kur bonte tani, po flasim kuzhinë ne kuzhinë tradicionale shqiptare. Nga veriu, nuk se kisha në kuzhinë, wow. Flasim, unë le të thot njëri që shumë pak. Po kur bonte ndaj pilaf me gjalp, me mish, kur vishëm se po flasim edhe nga ekonomia që kishte, i rria. Po kisha edhe këtë krenarin që shkonte në herë mami me babin me bërë çoka diku tjetër, i thosha do ta bëj unë, edhe bosha e zisha pulën e gjak elementare. Pastaj nga kjo, kur kam ikur... Ka është që gjithë shefave të mbledhin kuzhinës, ajo i... Po, më mrapa ku lidh kuzhina, kur shkon me një pjesë që ti je në gurbet, ti shef diçka, ti thua, wow, i ka nga Shqipëria, po jam në gurbet, po ç'a ndodh këtu? Janë një zez, një e bardh, ti thua që këtu nuk ka as mama, as motër, as shërbetore, kuptimi dha se që tani do të bësh, të lajsh rrobat, të gatuash, të pastrosh, edhe gurbeti ishte gjitha këto që unë mbëri të bëm edhe më mirë si i vogli, vllai më tha. Po ai ishte një domosdoshmëri. Normal që duhet boshe këtë gjë, vazhdoja të bëja unë një tas qibab se bonte njëri atë, u që e provoja, po të bën unë jam një tip që kuzhinën e dashuroj, kam qejf të krijoj receta, kam qejf të luaj me erëzat e freskëta. Nga ajo gurbetit, nga ndërtimi që më tha vllai, tha, ngjota, më dëgjoi, tha, do ikish të lash pjatat, tha, të një shoku im që ka afër shtëpisë Leicester Square që vllaja ka shtëpinë. Okej. U mërzita kur ta thakë? Jo, okay, jo, ai e ditë që ishte tipi natës, çun i ri, kisha qejf sepse doja të bëj ty punë. Edhe të laje pjatat, edhe mas laje pjatave kur marroshe 1 metë gjysmë 2 metë natës, po marroshe më vonë, një, se kështu tonë do marroj 1 metë gjysmë, po 1 do marroshe, po u kisha një punë tjetër që punosha 3 orë që më dushin me mbledh gota nëpër klabe. Edhe më pëlqeu ajo punë, të flasim, isha i ri, energjik, isha. Do fitoja edhe po. Bravo, nga aty vazhdova. Po isha edhe i arsye që ishte sepse të la pjatat, isha se unë isha regjistruar në shtet. Okej. Për azilant që kisha aty, edhe unë s'u punoja dot ndërtim më sepse nga ajo shkolla ato më çuan edhe në shkollë, edhe po tipshin më mend 50 pound në javë, tipshin për të ushqyer gjëra, më ndanë në shtëpi, nga aty vazhdova të laja pjatat. Pse nuk qëndrove në Angli? Kjo është një pyetje shumë kështu, atje do të kisha netur, por kur s'kishe letra edhe kur të merr malli që kishe vite pa parë familjen, do thoya që familja është gjë më e bekuar edhe i thash një mundësi edhe pse mos mbase Shqipëria ishte një vend që t'jepte më shumë mundësi biznesi. Në kuptimin që patjetër që ti je një sipërmarrës që tani po zhvillon bizneset e tua, a do kishe pasur të njëjtën mundësi po themi edhe në Londër? Se di, ata s'mund t'jap dot një koment që mund ta kisha pasur, mund të kisha pasur edhe më shumë, mund të kisha pasur keq fare ose mund të isha prapë sot punëtor. Nuk e di, nuk jap dot një koment të tillë. Je më shumë sot një biznesmen apo një shef kuzhine? Është një status që e ka bërë dikush me ironi, e kam parë me diku që është biznesmen ai shef kuzhine. Ç'a ndodh?
një shef kuzhinë është biznesmen. Edhe që s'ka biznes është pra biznesmen. Sepse ke të bësh me kalkulimet që ti bën në përpjata edhe ti ç'a bën. Për shembull, po si një shef kuzhinë që të menaxhosh se ti ç'a bën me një event, atëherë nuk quhesh një biznesmen. Vërtet ti mund të jesh kuzhinë, po unë ç'a ndodh? Mund të thuash ti me kaq shumë punëtorë që kam unë, me kaq restorante që kam, a futem deri në kuzhinë? Po futem. Sot ishte një pyetje. Kjo ishte një pyetje që më bëri një miku im shpar, ishte te Deli Orgje që po hapim, edhe më tha mua, "A futesh ti në kuzhinë?" Edhe ku i tregova unë sepse tani unë nuk para bëj, kam qef bëj video që ja jam të kuzhina këtë, po ku i tregova me kamerat që para ca ditësh kam qenë, unë kam një gjë që unë recetat çdo lokal që kam, si Cere, si Kazerma, si Inc, si Green Coast, nuk del nga duart pa duart e mia. Mundohem të bëj maksimumin që futem, po unë tani nëse kam një person mbi 7 vite që punon me mua, atë e kam krah djathtë në kuzhinë. Edhe din se unë këto rregulla, çdo staf o menaxher që punon për mua e din çfarë rregullash kam. Cili është çelësi, është pyetje pak standarde, cili është çelësi i suksesit tënd personal? Ka shumë shprehje motivuese që qarkullojnë në internet, ka libra të marketingut, sipërmarrjes që flasin për këtë gjë. Ti vetë, kë ke çelës suksesi? Po më e fuqishëm çelësi që ndodh te njerëzit është heqësh frikën. Sepse njerëzit ngaherë i vret ajo frika. Edhe frika duke qenë, po jo kjo. Tani edhe unë kur kam hapur Cerenin e parë, sepse njerëzit e anashkalojnë, kur kam hapur Cerenin e parë, unë thoja o Zot, të vetëm të mushët ky parkimi i parë këtu. Parkimi mund të mirë 10 makina. Aq kërkohen atë kohë. Aq kërkohet. Do të flas tani po të pyesër, s'ka gjë pse hapet lokal tjetër, se është shive ndryshojnë gjërat kohë me kohë, gjëra edhe ekonomia kur bën ty më të fortë, edhe do thoya që të kisha vetëm këtë. Po ama 6 muaj frika pra, lufta me frikën. Jam frika, të thuash ti se mund të thuash që ai smeti po e sa jonde, po made up, apo po jo. Ti ke njerëz që ke dëshmitar, se si mua kam nisur punën me miq, me shok, me çdo gjë që më kanë sjell furnizimet edhe e din se e kam nisur. Po prap frika ime nuk ka qenë, sepse kur jam nisur unë që do hap këtë lloj gjëje, do bëj këtë lloj gjëje, ka qenë unë vetëm një gjë që i them fëmijëve mi që janë krenar, shumë biznese nga mrapa që kam hapur janë frymëzuar nga ana ime. Tani, se mos më fol në ty për këtë gjë, nuk e di për çfarë më fol. Çfarë duan shqiptarët të shijojnë, të hanë? Çfarë ju pëlqen më shumë? Domethënë ke një perceptim se doja të diskutoj, kam disa pyetje që lidhen me ushqimin, përgjithësi në Shqipëri. Çfarë ecën më shumë? Shive, sepse un kam dy kategorish restorantesh. Kam tradicionalin edhe branchin që dolen, edhe që është më po un kam harruar sjell pkucët sot. Se ti njerëzit do t'ja tregojmë që emrin Inc e ka vendosur drini. E kam një dorë, ju kam lënë një shenjë. Po e ke atë unë të them është një shkurtim i emrit. Sepse isha i vetmi parë, thash kam thënë kështu, brother, atë pëlqen ky lokacioni, nuk e dim, ke thënë kështu. Po kam dy emra. Ke thënë ç'a mendon ti më the unë pëlqen Inc. Ka qenë kështu? Po, e vërtetë. Edhe ka qenë një Inc edhe të kam thënë, do shikosh që ky do bëhet një branch që do bëhet shumë viral. Ka qenë kështu? Po si emisioni, do bëhet emisioni viral. Po si të bëhet viral? Qëse hëna rrin gjithmonë kështu, gjërat. Është kënaqësi gjithmonë që të kem mundësi që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe me ide apo me kështu. Jo, unë këta kam gjë të hapur që jo përveç te, po kudo jam një tip që njerëzit që kanë për shembull ti e marr me botën e televizionit që mos e vendos vëmendjen te. Nuk është do merit aty se unë ti them surrat gjërat, po dua të më jep pak info për këtë pjesën e ushqimit. Dëgjoj, imagjino kështu, njerëzit janë duke parë dhe shohin Ismetin. Dhe kanë edhe ata këtë pyetje në kokë. Ore, ç'a duam ne, ç'a nga eksperjenca që ti ke me restorante. Të flasim shumë hapur troç, tani shqiptarët duan të kenë tavolinat plot. Dashtemi mirë, dashtemi keq. Po është edhe një gabim, është edhe një e mirë. Është një e mirë që okay munduash kërkosh, po do të kuptojmë edhe një gjë. Ka iku unë them, më vjen keq mos ma mirë për keq sepse unë as haj shumë du me shit edhe ai shumë lek du me bë. Pa ma të marrësh aq shumë edhe nuk ka herë që vetëm të ta mushësh ti bëj shefin ka miku, ka filani, ka fisteku. Më mirë me unë këtë e bëj, pa na arsye kam bërë këtë menu të tillë. Ore po jo po na ke bër pak. Po pse do ankohesh i them më dashur? Po ti kërkoje prapë se ti je në një restorant, nuk është se jena ftu mi dasëm edhe kaq që ke limitin. Ti kërkoje prapë edhe bëhet, sepse kanë qef ta mushin edhe më mrapa.
Tani un kam tani s'është mirë me bë, po tani kap ka herë e vetëm me marr hajse për qieve dhe të hidhen, nuk do të hidhen. Se ai ky ka herë ka dhe i limit që mund të marrësh. Po shqiptarët tash janë gjë, po kanë dy pjesë po që duan. Më mbrapa janë pjesa që ne shqiptarët jemi degustues. Edhe ne shqiptarë në gjithë Shqipërinë gatojmë mirë. Si e ke sot marrëdhënien me pasurinë? Do me thënë, ti ke qenë, i tregove një histori që po thuj se më preku në kuptimin e peripecive, se kur dëgjon histori të tilla gati 2 javë në rrugtime të tjera, punët e vështira në Angli, dhe tani duket sikur gjërat kanë shkuar mirë. Si e ke marrëdhënien me mirëqenien, me pasurinë? Pasurimin apo të ardhurat jo, do të them faleminderit Zotit, mirë është një gjë që ti e menaxhueshme, është një gjë që ti çfarë do të thëni me pasurinë. Ke një gjë që ti me një pasuri, po hap një biznes, nuk i tremësh, sepse thua unë kam diçka sado qoftë, edhe if I fail, ose qofse unë dështoj, nuk më mërzitem shumë se kam gjën tjetër që po mend. Normal shprehën se në këtë emision nuk ta thuash. Jo, po është halli që ti e ke normal, asnjëri nuk ka që të dështoj. Harroje. Çdo njeri me guximin, sepse nuk ka njeri kot me hedh lekun këtë. Po kur po të bën më të fortë kur e ke një ekonomi më të mirë, që thua ti e bëj për ëndër të bëj një gjë. Po flasim për Incin, kur ka qenë Inci kur hapa unë, që po bën 2 vjet tani, që bëri 2 vjet Inci tani. Kur hapa modelin e branchit, do hapa këtë lloj strategjie, sepse ishte ajo, njeriu ka çika egon, po jo egon për keq, xhelozie. Egon, ama çat di me boj smetë se vetëm një gjë mirë di me bë, vetëm djath di me nxjerr këtë gjëra. Edhe ti ke qenë që më ke bërë që më ke thënë tek alaje që kam dëgjuar. Është e vërtetë kjo gjë? Sot flasim pastër, nëse jemi këtu Late Night Show, do të më fol pa dorashka. S'kan filluar akoma me të Late Night. Jo, do të them që thon këto. Edhe unë ishte ajo ego ime, unë hapa një diçka tjetër që branch ka shumë gjëra të ndryshme me nu. Tani këto di më bë, gjëra katunarësh di më bë. Edhe ne dum shumë ato, apo? Dëgjoj, kush të ka mbështetur më shumë të në gjithë të projekt? Ka njerëz si dhe ju e mirënjohës, apo flitet edhe mase që ka njerëz të tjerë që mund ta kenë mbështetur Ismetin dhe që mund t'i kenë dhënë mbështetje. I ke bërë gjërat vet? Shive, unë çdo gjë i kam bërë vet. Po njerëzit e keqkuptojnë pak këtë gjën e kryeministrit Rama që shumë thonë që e kapin sens që has oligark, pastro pasurinë e kryeministrit, që sot do ngjelte kryeministri me pastro lekët e mia i bi vaj me deta, kupton, po unë di të them një gjë që kushdo që e shikon këtë, po ti shkruash kryeministrit që ti ke një projekt të mirë edhe do Shqipërinë të bësh një gjë të mirë, gjithmonë kryeministri të jap dyert të bësh diçka të tillë. Unë kam thënë edhe te podcasti i kryeministrit që am kam mbështetur te ky projekti, po e vërtet. Po nuk është se kryeministri më ka mbështetur financiarisht. Ka mbështetur, i kam dhënë një projekt që unë duhet bëj një gjë të tjerë. Ai nuk aplikojnë shumë njerëz tjerë. Po, siç kam bërë një aplikim të tjerë, është një VKM 1 euro që është një pron që unë kisha një tokë aty. Ai tha, "Jo, këtu ma tha shumë bukur edhe pastër, tha, ti restorant për restorant e ke këtu, pse do bësh? Ti do të bësh një gjë që të bësh histori." Ama ti ke qenë vet, e ke parë që nga fillimi që si ka qenë me ferë. Po, jam një dëshmitar i jetësurisë. Po, e din shumë mirë, po që ka qenë me ferë, edhe unë e kam ruajtur çdo historinë. Ajo krenar ku shumë është diçka që ti e di, e them në një ambient shoqëror apo shpeshherë të vogël, siç është edhe Shqipëria, që gjërat komentohen, dhe ndonjëherë raporti me suksesin e tjetrit është shumë i diskutueshëm. Ndaj edhe jo, unë nuk e unë po ta flas shumë hapur, nuk është se më ndikon shumë te kjo, ndoshta nga fillimet e mia, sepse nga gjëra që po postoshin që po shive ka një gjë. Qofse ndodh një gjë në Shqipëri shumë e vogël, the shumë bukur, po qofse një personazh, Ismet Shehu, ka marrë një tender, ka marrë domethënë një fond, që kanë qenë këto ZBR e këto të tjera, unë im nuk se kam bërë çdo gjë. Normal që mund të kem marrë kredia, kam punuar në gjithë të, që ka punuar edhe familja ime, i munduar. Po kuptoj njerëzit tani sepse ka 2 gjëra që duhet t'i ndryshojmë edhe që duhet t'i sepse unë po të flasë njerëzit thonë, po qofse unë mirë, pra unë pas e bokëm unë lokalin, po kryeministri po i mush me njerëz për ditë. Se ka një pyetje tani, ta më jep ti kryeministri po i mush me njerëz për ditë, ore kryeministri do njerëzit që punojnë. Njerëzit
Se çka kanë personale, më fal, çka kanë do të bëjnë der vetes, nuk po, kemi jo, shumë njerëz që mund ta marrin personale me të, mund të kenë, mund ta angazhohen se çfarë bën, se janë të kënaqur, është histori tjetër. Po se çka ka për anë biznesi, unë tani njoh edhe kolegë që vërtet që suporton, njoh edhe miq që i ka suportuar në pjesën e programit që duhet të bëjnë, sepse në Shqipëria do njerëz, pse që ti bësh vizionar, që të bësh një gjë që ti i premton që unë këtë strukturë nuk bëhet pa punë, po. Exactly, edhe këtë gjë që ti i premton. Kjo është një gjë që unë e them njerëzit kanë atë, sepse do thuash ti që më jep mua din shumë mirë familjen time, ti e njeh nga para deri funit, si rri babi im që rri akoma deri një natë se punon, si rri nëna ime, si rri bashorti im. Si rri ti vet. Si rri edhe ti vet, edhe e dim shumë mirë se po ti ishim një njeri që mund bëjmë ato E vuan ndonjëherë këto komentet e njerëzve? Unë në fillimet e para do të flasim pastor, ishim pak që unë nuk u ndjeva, nuk u ndjesha mirë sepse njerëzit nuk e njohin zemrën e Ismetit, nuk e njeh familjen e Ismetit dhe vazhdoni. Tani fare. Ama po e vej re pak të baba im, se babi im është pak tip që i ndjeshëm, i shef këto gjërat, i them, bab, ngjoj them. Njerëzit nuk do të marrin kurrë komentet. Ti a je krenar për këtë kush jam unë? Unë jam krenar kush je ti. Unë jam rëndësi që unë ty do të bëj krenar deri ditën që ti, e themi në një shprehje hallallikun që do të jem këtu. Po unë, se çan ndikohem nga komentet, nuk mund të ndikohem. Se nuk është se mund të ndikon vetëm tek pjesa e kësaj, mund të ketë edhe komente të tjera, kupton? Sepse xhelozia e njerëzve nga herë është nga gjë, thash smira e njerëzve ka, nuk është vetëm te kjo gjë, mund të lindë edhe të gjërat e tjera si mund të esin suksesin e gjëra, po thash sot jemi me një jetë që është shumë e shkurtër, po sot mund flasësh mirë, nesër keq, po unë them njerëzve që i them, bazoni tek shpirti i njerëzve që e njeh live, po e njoftë tamam, atëherë. E jeton jetën tënde? Duke qenë në këtë nga një, si thon, up and down, lart e poshtë, duke qenë që dita ime mund të jetë edhe angazhuar, mund të jetë, po ditë them një gjë që kur hap derën e shtëpisë time, ja pusjeshëm më të lumtur që më të jap fëmijëve mi dhe familjes time. Se çka ka ndodhur biznes, se çka ka ndodhur çdo gjë mund të kenë ndodhur, unë nuk asnjëherë nuk ja shpreh familjes time. Trego pak për fëmijët dhe për familjen. Cila është familja jote? Ti din kam dy fëmijët, shqyr Zotit, çdo njeri fëmijët e vet i ka të mrekullueshëm, po jam tip që unë ka kohët e funit, 3 vitet e funit, jam lidhur më shumë me fëmijët. Unë po të shikoj. Çfarë ka? Inesi 10, djali 6. Unë edhe më përpara po të shikoj në rrjetet sociale e marketing, kam bërë gjithmonë Inesin, i vajzën, sepse djali s'ka pas të lindur ato momente, që bëja marketingun, dilja në profesionim që unë bashkë me të gatuaja, që nga hapet e para deri tani që është 10. Do thua ti pse bëra këtë gjë? Sepse marketingu ka një gjë. Unë po ta shikosh, unë nuk bëj ndonjëherë marketing para se të kalojm, me që jetë marketingu, se ti ta merr kalan nga brenda. Ti të vjen në emision dhe flet për marketingun tënd, po dalë se kemi në marketingun tënd. Tani më ishte te Inesi, të vajza, dhe me qënë se përmend edhe marketingun, unë me shumë dashuri do doja që për Inesin të bëja një dhuratë. Është një dhuratë në fakt që unë kur e pash për të parë më duk shumë special dhe shumë e veçantë, që është nga Herbadent, një nga sponsorët e emisionit tonë që kujdeset për shëndetin oral. Dhe më lejo pak të ta tregoj që t'ja tregosh edhe ti Inesit. Se e shiko direkt e kur të po, do ta shikoj edhe në YouTube intervistën. Shikoj pak çfarë tashmë mund gjej në Shqipëri të gjithë ata që janë prindër dhe kanë fëmijë të vegjël. Ky seti ka 3 pasta, janë 1, 2, 3 pasta, dhe këto pastat kanë shije, po ta shikosh këtu te kjo fletpalosja, secila ka shijen e vet dhe janë të gjitha të identifikueshme me nga një numër. Dhe mbasi fëmijët i zgjedhin vetë shijet, i përzihen dhe i vendosin në një nga këta, po themi tubetat, për të krijuar pastën dhe mund t'i vënë dhe emrin e fëmijëve për secilin që ka zgjedhur shijen dhe po themi përshtatjen e vet me të gjithë produktin dhe këto spatulat e vogla. Kështu që kjo dhurata është për Inesin, le ta provoj, ta testoj dhe ta shohë si eksperiencë me shijet edhe me të gjitha, po themi, ta të pak si lojë këtë gjë. Faleminderit, vlerësoj, faleminderit shumë. Kënaqësia imja që pata mundësinë që ta jepja për Inesin këtë gjë.
Inesi është po duket pak sikur është trashëgimtarja e biznesit. Është shumë herët për folë për këtë gjë. Ashtu erli. Po pyetja ka një nën pyetje lidhur. I pëlqen kjo pjesa e ekspozimit, lidhje sociale, angazhimi? Inesi, po them, deri pra një viti, ishte me push up, mi thon hajt ta bëjmë se okay, si çdo fëmijë, e ka me qef kur bën për shembull Inesi kur bën një lloj e kapin pjesë marketing ose kur gatuan, kur shkojmë hajde ikim ndajt lart, bëjmë një eksperiencë, ka qef të shohë kështu gjë. Po kur e shef që çdo ditë me një gjë o bab thot na lodhe, thot më e kena bë. Po unë prap duhet ta ngarkoj shumë. Po ka një vit tani e shikojnë sepse po rritet edhe kur i flasin shoqet që që kena pa në Instagram, o kena parë tut, kena parë aty, e thot, po i them ne do bëjmë, po pse jo thot. Edhe kjo më pëlqen, thot pse jo. Edhe i them do bëjmë këtë gjëra. Një gjë që më pëlqen Inesi është kritike shumë. Kritike në sensin që o bab thot lutem. Thot mos e bajat, mos e bëjmë këtë video se e bëre një herë, thot, hajde bëjmë një gjë tjetër tani që ti të bësh një gjë. Edhe unë them, o bravo. O babi them, po unë duhet të bëj këtë që një herë për ty të thjesht. Ku se ka mendjen se ka vetë këtë video. Jo, nuk e kam, po s'duhet të jap. Çive tani. Po të kapin Inesin, kur të shohim sepse ne po kapim kur shkoj një gjë virale, nuk duhet më shumë se 1 minutë ca. Po gjëra që Inesi. Çfarë është kjo virale? Çfarë thënë një herë të ishte kjo? Kur të shkoj një gjë virale në Instagram ose gjëra të tjera, kur shef një duhet të ketë një content. Contenti të jetë me ndjenja, për shembull, të shohin momente se çfarë është më mbrapa. Po jep një prezantim të vogël. E gjitha është ideja të një marketing që unë e bëj, është që ti e di këtë hilen. Në thojnë za hilen. Po shumë veca e din sepse ne këtë bëjmë sepse është njerëzit duhet të shohin se vërtet çapo han, çapo bën, e disa kurreshtë jemi ne shqiptarët, po bota nëse çfarë ecën më shumë në rrjetet sociale, në pjesën e ushqimit, po them pjesën e kësaj gjëje që bën ti. Shive ka gjëja njerëzit që e ngatrojnë që e keq kuptojnë marketingu e herë, për shembull, unë kur bëj video në virale shkojmë ku marr ato tipse të mëdha dhe dalin me mish, edhe thon po ju nuk na nxjerrin në restorant. Po kuptoje pra që kjo është për marketing, ne kemi vetë Binovic, ne kena shpatullat, po ne nuk e çojmë temsi të mëdha, është apo? Po njerëzit thon, po pse nuk na i vinë me ne me temsi? Pse nxjerrin në Instagram, dhe nuk na sillin edhe ne ashtu. Edhe duke qenë kjo pjesë e kësaj gjëje, ne u mundohem që marketingu ka një gjë shumë të bukur, po thash, qëse ti investon një video shumë të mirë, të nxjerrësh me dron, nuk ecën. Ti po dalësh me realitetin, një video kam pjesën e restoranteve, edhe varet se çfarë prestigji do të bësh. Ti e di që unë restoranti im është më shumë biznes familjar, që nxjerr një shoqëria, unë kam një klientel, për shembull thosh, audiencën po thuash, aty e kam te 18 deri 70 vjeç, nuk e kam. Kam një pyetje që lidhet me qëndrimin tim personal. Thonë që nuk duhet postosh shumë ushqime në rrjetet sociale, se mbase edhe për estetikën, edhe respektin natyrës që mbase nuk kanë shumë mundësi apo gjëra të natyrës. Si e ke këtë, si qëndron në vërtetë me këtë? Jo, je gabim këtu. Po. Të thuash ti pse? Se ka një përgjigje. Qofse ti e poston po. Po unë që jam biznes restoranti, unë atë marketoj. Jo, po them domethënë përgjithësinë. Po, përgjithësi po, nëse ti je një personazh për shembull, nëse unë kam një account tjetër edhe 1-2 postoj, i bin që what's going on, çfarë ndodh me ty? Po një biznes restoranti edhe unë kolegëve të mi që janë kuzhinierë këtë, mund të postojnë sepse ne këtu mund t'i thirrim që ne bëjmë këtë sot, ne kemi këtë gjë sot. Se është ajo gjë që thash, po e le të vlejë gjumë ti, sepse një ceren që ke Instagram, po e le të vlejë gjumë, çfarë ndodh? Nuk ka audiencën që bën se nëse ka ndihmuar media sociale për biznesin? Shumë. Po flasim realitetin shumë, edhe tani e vlerësoj dhe më shumë të ndihmon se të jep, do thuash ti si dash një dorë, për shembull, incit. Nga Cereni. Nga Cereni, por nga domethënë nga ajo gjë që ti e push, i thuaj një gjë re që është vendosur, më mbrapa puna mbahet tani, unë nuk them që jam perfekt, gabime kam sa të duash në biznes. Ka raste që edhe shërbimi, ka raste që mund dalë edhe një herë sepse në kuzhina e le aty edhe ftof, kemi gabime. Çfarë do përmirësoja? Po, çfarë do përmirësoja? Shiko, çdo ditë kemi për përmirësuar. Kjo është një shprehje që do ta them që çdo ditë kemi për të përmirësuar. Çdo ditë.
mund të kemi edhe gabime çdo minutë nga herë, po unë mundohem që i them edhe stafit që bëj çdo javë bëjmë mbledhje, i themi që unë kam mbledhjen e kam si të bërkuar pak. I them paktën të arrijmë që të shkojmë 75 deri 80% të suksesit, domethënë që të shërbëjmë mirë. 20% e kemi të humbur, sepse sa do të themi ne që unë jam më i miri, nuk jam. Ne çdo ditë mësojmë, po ne çdo ditë do të bëjmë më të mirën që ne mund të bëjmë një gjë më të bukur. Do thuash ti pse. Ti mund të jesh i klient që shumë i mirë, shumë i qetë, mund ta kuptosh, e kupton ushim se ti del, mund të thuash faleminderit. Po është mund të jetë diku tjetër pak e shëfënduar, o vëlla tani të flasim anas tjetër. Shkoj unë ditë shumë i degustoja shumë mirë. Po të shkoj unë me babin dhe me mamën me gjëra, mami babi do gjëra thjeshta. Është shumë e thjeshtë. Po tani nuk do të thotë që mami me babi më shikeq. Unë ja them edhe kamarierëve. Ngaherë sepse do të flasim pjesën e shërbimit ku do ndodh. Kjo që shtërmon turin ngaherë, po pse na la pak bakshish. Tani ndodhi një gjë. Unë i them një gjë. Kamarierët, po tani po i them kujdo, i them edhe çdo gjë. I them të dashur, të lutem, pse të e bësh fytyrën? Ngaherë pse të laj. Janë shqiptarët bakshish një? Ja, kanë. Po tani si s'kan më kanë italistë fare. Që ti shqiptarët lejnë. Shqiptarët kanë edhe një gjë, edhe lejnë, edhe din ku më lën. Unë ditë them, shqiptarët lejnë dhe di ku më lën. Se nëse shkon ti shërben shumë mirë, ditë i kërkosh falje edhe nëse ke një gabim, e din që sepse kush e keqja. Ne vërtet se ka një gjë që thon klienti ka gjithmonë drejt. Jo, nuk është kjo që klienti ka të drejtë, po ti do të jesh ai që ta kuptosh klientin sa të drejtë ka, po prap çfarë do fitosh ti si një kamarier, ti kthesh një ego kur është një tavolinë me miq e me shok. Ka një gjë që ti e zbut, edhe kupton çdo njeri mund ta nxjerrë bakshishin e vet si dohet mirë. Ke ëndra dhe cilat janë ato? Patjetër që ke, dhe që kur shtrihesh dhe mendon pak, edhe më pëlqeu ai momenti pak deri ta bëj edhe unë pak këto. Se që ke shumë rehat aty. Po mos i dalë nga planit. Kemi ëndra, po ëndra ime më ëndra është vetëm them o Zot, me leshnosh, me le fëmijët mirë, edhe ti mirë këtë ëndra ime më gjë. Sepse njeriu çdo ditë nuk e shef si punë ëndre, e shef si punë dëshire. Se ëndrën njeriu kur e krijon e ka bër, e quan po dëshira, po a ke dëshira? Njeriu krijon dëshira. Pse? Është një gjë që nëse jam unë këtu te studio jote dhe vetëm eci, edhe shoh diçka thot jepet me qira ose më thot drin, po ka një miku im këtë lokali. Po, ajo dëshira ime them. Ore, atë flasje, çka ka ky lokali? Është lokacioni im, është dëshirë, nuk quhet ëndra. Ëndra është një gjë që ti ke realizuar, ke bër një biznes, ke ngret tani a mund të kërkoj edhe më shumë. Unë jam një tip që them o Zot, faleminderit, aq sa mund të ketë mundësi, që mund të bëjmë kam bër. Qoftë do të bëhet edhe më shumë, prap faleminderit Zotit, se do të jemi falëndërues. Do të bëj edhe një falënderim edhe një herë për një tjetër grup sponsorash që na ndihmojnë në program që përmenda pak më parë Sherbadenti, kompania shëndetit oral. Faleminderit për gjithë mbështetjen që na jep në realizimin e emisionit. Shumë falënderime për Cinco Luxury Club. Ore, do shkojmë në një ditë të Cinco na. Shkojmë. Ja ku është, do vinë DJ-t më të mirë në fakt këtë sezon. Janë DJ me emër, të cilët luajnë festivalet dhe në skenat më të mira të Europës, kështu që edhe në Shqipëri do të kemi mundësi t'i shohim dhe t'i shijojmë, aq më tepër tani që çdo kjo periudha e fund vitit do të ketë shumë festa, kështu që Cinco është një alternativë shumë e mirë. I them faleminderit, ashtu sikurse një tjetër falënderim special kemi edhe për Brunesin. Fllakat. Kulturë. Apo ne Bruno që t'jep ëndra. Dhe të realizon. Do me thënë të realizon nis me realizimin, po pastaj do të punosh vetë. Dhe shumë faleminderit kompanisë Eurolab që është e pranishme përmes Disaronës dhe kësaj pije fantastike në fakt që është edhe në 500 vjetorin e krijimit të Disaronës që sidomos në periudhën festive është për ta bërë një gëzuar. Mos pi shumë se na bësh tap, se ne ngatro pyetjet. Ke frikë, mos bëj pyetje të vështira. Se ti bëhet edhe mbrapa. Nuk do të bëj pyetje të vështira. Jo, më bëj çfarë dush ti, feel free. Kam dhe pak pyetje, në fakt po. Kam dhe shumë pak pyetje, por janë pyetje të vështira për të përgjigjur më shumë se sa për të bërë. Ke pasur një problematik me zemrën? Po.
ke bërë një operacion goxha të ndërlikuar. Si e konstatova? Shive, as vetë se di se konstatova, po isha me një punë tash diku tjetër, shkova emergjencë, më quan ato vetë në emergjencë spital, isha në sezon, keq fare, ato spitali më thoshin jo ftofje muskulare, jo veshkat, se vërtet më dimshin nga veshkat, nuk më dinte zemra. Më keq, i bija drasës, keq. Ba mrapa më thas te spitali do të pushoj pak, të shohin të bëjmë analizat. Ato të puna atje kishin kujtuar që unë po bëj kot, nese. Shkova prapë te puna, te beton. Ti e njeh shumë mirë menaxherin e Kalas, Kostën. U më zor se nisa Chelsea më drejtë dorë, që ta nisja makinë, nuk u niste dot. Kalova shumë periudhë të keqe, por prapë nuk më thoshin që ka zemra, se po të kishin zemra isha bë direkt që shkoj kështu vizituar. Kur shkojnë aty, i smur, ikun për të marrë rrogën, thot, s'ta japim rrogën kaq sa ke punë në sezon. Thash, çfarë? Jo, po tha, një drejtori është në gjë, thash. Unë kam fol me pronarin, thash, ai më kena fol, bëre, hajde, marrëm këtë gjë. Jo, siç ishte dosja, e kështu thash, na thash, nuk, ato lekët si du, unë nuk vi më punu këtu. Thash, sepse njeriu që ka, fal për fjalorin këllqe, vjen e fol, si zotëri, nuk jam i kënaqur, jo po ti ke dëshluar punën, ai vetëm çoi në spital 2 herë edhe në Tiranë që jo vetë, domethënë një nga punojësit e tyre, i thash kështu, po jo si mund unë shtirën bëj smut, si mund Po shtirën. operacioni pastaj çfarë? Edhe unë shkova edhe por i thash mamit, ma thash, po merret fryma më. Shkuam te një spital si di mund të brylli si quhet afrikan, nuk e di si quhet, nuk e di të them realitet. Shkojmë në një spital atje se bën vite. Bën këtë, sa atje se gjetëm, shkuam te infektivi. Infektivi del një infeksion borceloza. Borceloza është një infeksion që se ke dëgjuar që nga aty kur shkon, thotë shoqëru gjet, nuk u gjet zemra akoma. Borceloza u gjet shumë. Ore prap un anomik, po më thot doktori, ore po mirë më i morëm këto, po pastrohet. Si ka mundsi? Peripecita për këto. Stresi i madh aty, ushtruam se s'po unë netëm 2 muaj gati aty s'po. Kur e gjetëm më mrapa që unë Borceloza kishte prishur valvën e aortës, shkatruar. Kishin pasur lidhje Po. Tani unë gjeta një spital privat, që do shkoja, edhe do vi një doktor që du ta përshëndes që fse mundëm, Altin Veshtin, është doktor. Doktor Altinën e përshëndesim gjithë se është ka bërë mrekullira në fakt, kështu që. Edhe po Altin Veshtin vin aty edhe më thotë, po ti këtu? Pse më njefte, e njifsha më përpara si shok kështu. Po ti këtu? Po kështu më ka dalë zemra. Edhe më bën shpull. Kështu, leçë. Thotë ti budalla, po ti pse më ke marrë mua? Po them ti bë fëmijë, operacion. Po ti çfarë dukesh i rritur thati? Dhe fëmijë edhe. Do iki tha do bëj për bamirësi tha në Afrikë. Ca operacione tha, do presësh mund të bëj unë operacion. Do ta bëjmë privat, në shtet prapë, s'ka gjë. E zgjodhja vetë, prita, fal Zotit ka qenë edhe Altini, Edvin Prifti, kanë qenë një doktor tjetër. Ishte operacion i vështirë? Po, ishte 4 orë operacion. Ka qenë një periudha që kam net gati 6 muaj në spital, e kupton se para se më mjeshin nga këto që të nxjerrin këto, kam kaluar një periudhë shumë, po të shikosh edhe një koment që ishte aty, sepse kishifsha njerëz, them si ka shkuar. Ajo e keqja këto nuk takoja dot vajzën time, sepse infektivi nuk lën takosh të futin fëmin atje, se ishte kjo borcelozës. Nuk më fushin dot në operacion të zemrës, sepse ishte shumë i lartë infeksioni, ishte edhe infeksioni edhe të pastrohet. Duke qenë Sa qëndrove në spital? Duke qenë, po të qëndrova tani sepse do të rishte në spital se kërkonte. Jo qëndrove gjatë kanë Po, gati, thash 5 muaj. Po 5 muaj në spital. Ore 5 muaj në spital. 5 muaj qëndrove pa dalë? Ore pa tani mund të kisha dilçe jashtë hasha në gjë që ishte shtruar, pra ishte shtruar. Ore unë isha shumë seklet, mu drejt të trupit se vishin njerëzit vetëm djalë i ri, ato vishin me respektu babin tim, unë ndjeja keq fare. Ku e shifsha, s'doja të më takonte njëri. O vllai im e la punën në Angli, burri motrës, vllai im blente filma. Para sa vitesh kanë ndodhur?
Kjo i bie 10 vjet. 10 vjet, u bën gati 10 vjet. Po 10 vjet bëhet, 2016 diçka. Po 10 vjet do vishin aty vllai mblente filma me pak, kishim laptopin, e kupton? Ora nuk Çdo gjë është e rekuperuar. Po, shqyr zote nga aty kur mori Altini, Po. mori aty edhe më man men i them të lutem doktor Altin Veshtit, sepse tani qofse unë gënjej, i bi është Altin Veshti edhe gënjeka. I them të lutem doktor, unë kam një vajzë sa ke vajzën ti. E në Altin Veshti thotë unë të kam shok e mik, sa siklet kam unë bëj për im se ka siklet njëri thonë. E një dolen lot doktorit. Altin Veshtit. Po edhe mua, kupton. Edhe më thot mua një doktor tjetër tani iku Altini dhe do thot shtriu thot që të bosh që do të shkosh të vëm narkoze. Jo, i them do shkoj me kom të mia. Tani frika kishte tani të flasim. Ishte frika, kishim edhe ekonomi. S'kisha edhe biznes, por kishim edhe ekonomi me shkon në Turqi. Se vllai më thonë të shkojmë në Turqi të bëjmë me robot, po kjo nuk u bonte me robot. Shkojmë në Turqi. I thosha se zot na fal se s'është gjë e mirë, po thosha çdo gjë me ndodh pak ndodh në Shqipëri. Ishte ajo që ja po shqyr zotit, fal zotit, doli ka ndryshuar, ka një ndryshime tek ty pas operacionit dhe pas asaj vështirësie. Kjo më ka bërë edhe më shumë besimin te Zoti më shumë. Lutjet, gjërat, sepse në këtë jetë jemi jemi rrugtar. Edhe të jemi inshallah o Zot, sepse mos gabojmë, që të jemi me kom tok. Tani un kam qef të jem një tip që edhe njëri që lyp duhet ta respektoj, ta dua. Nuk është rëndësishme se sa ja, po thjesht ta respektoj, mos ta injoroj. Rëndësi kjo jeta për mua është. Ke bërë gabime? Po jo, gabime, s'bëjmë gabime. Gabime, çdo njeri është gabimtar. I kërkon do t'i kërkosh falje. Ti mendon që ke një njeri që mbase t'i kërkosh falje apo mendon që jo tani, po ta ke shkelur ndonjëherë? Jo. Falje më t'i kontrolloj vetëm. Të kanë bërë ty dëme? Po kanë bërë, por ka gjë që kalon. Se i kanë ikur, e kupton, ose e kanë bërë, Çfarë të mërzit më shumë? Shive, ka shumë gjëra që unë më shumë që më mërzit është gjë që ti mundohesh të bësh maksimumin të njerëzve që i do aq shumë. Masha. Edhe kur vjen një koha ja bën, nuk është kujton se njëri ka mërkaca gjëra që të mërzisin, po unë jam mësuar edhe jam i buzëqeshur gjithkohës. E di pse, sepse i kushtoj më shumë peshorës familjes time, se sa gjëra që mund të kem bërë për shumë të tjerë, që mund jam munduar me mish e me shpirt. Thashë më the mua ke bërë gabime, jemi njerëz që mund bëjmë gabime, po gabime që janë tolerueshme, që mos bëjmë dëme. Ky program dëgohet edhe në Spotify, është një mundësi shumë e mirë për të dëgjuar edhe nëse je duke udhëtuar në makinë. Dhe realisht gjatë kohës që ti flisje, mendoja që je një shoqërues shumë i mirë. Kjo bisedë mund të jetë një shoqëri shumë e mirë për dikoj që udhëton me makinë apo është edhe në rrethana të tjera duke dëgjuar dhe do të motivohet pak për të bërë diçka. Historia jote besoj fort, duhet besoj që është një histori frymëzimi për shumë të rinj dhe shumë njerëz që duan të ndërmarrin hapa, duan të punojnë, duan të sfidojnë pak edhe veten dhe uroj që të shihet në këtë këndvështrim. Do doja shumë që të shiheshe si një moment frymëzimi. Ndaj nëse ke edhe një koment për gjithë ata që duan të përfshihen më shumë në sipërmarrjen, biznes, të ecin, ky është një moment shumë i mirë për ta bërë. Shive, për jeta është shumë e bukur, po është si ta ndërtosh. Është një gjë që ti ndërtesën në kësaj jete është që për mua të jemi zemër pastër, të jemi të çiltër atë që mund bëjmë. E kuptojmë që shumë njerëz më thonë që mos e kjo të fol pralla, nuk është jeta thjesht që të më flasin pralla. Është një jetë që kush është rëndësia sot? Jep një rëndësi më të rëndësishme sot familjes tuaj. Familja është gjë më e bekuar që ju keni. Pastaj, nga pjesa e suksesit, nëse ti ke një ëndër ose një dëshirë, mos rrini me pranga që kam turp të pyes Ismetin e Drinin. Nëse shef një njerëz suksesshëm, jo si nga ana ime, po edhe tjetër në fushë tjetër që mund bëni, trokisni te dera, sepse nuk është turp. Sot njerëzit e kujtojnë që të ulim kokën edhe është turp. Turp është ku është vërtet që quhet turp. Po të arrish të bësh diçka të mirë, të bësh biznese, të bësh një gjë, për mua nuk e quaj turp, se ne jemi një brez shqiptarësh që vritemi shumë nga këto gjërat. Ky filani, ky, jo. Je vetvetja. Sot shumë veta mund. Megjithatë, nuk është kaq e thënë kështu, nuk është kaq e lehtë, po. Jo, po duhet ta bësh të lehtë, sepse ti pa ne këshillë që është duhet ta bësh të lehtë. Thash sepse kur është turpi, që është për turp, është turp. Ajo quhet turp. Po s'është e lehtë pse?
pse ti mundohesh për një gjë më të mirë, që të bësh një gjë për të ardhmen për të mirë, për fëmijët e tuaj, për familjen tate, për bashkëshortin, për çdo gjë që mundohesh. Jo. Sepse po të rrim të një kafe gjithë ditën, ne nuk na mbarojnë muhabetet e çdo njeriu. Po aman që ne rrim gjithë ditën edhe trokasim që ku tjetë më mirë, nosha një sta hap derën, një ta hap derën, po nuk do thotë edhe që sta hap derën është i keq. Jo, ndoshta se kanë atë një ide. Po ka njerëz që sot edhe mund të ndihmojnë. Po nuk do thotë sot nuk është vetëm të ndihmon te vlera, është ndihmon edhe te koncepti, ideja. Unë ka shumë vetëm që më pyesin ç'a mund bëj. I kam thënë që ore kjo gjë bëhet, kjo dhe gjë do duhet, po nuk do thotë që unë e vendos që kjo do ecë suksesi. Ti me mundimin tat, me gjën tënde, çdo njeri mund bëhet. Se rrezikun e Zotit nuk ta ndalon njeri sot. Më bukur se kaq, në fakt nuk mund ta mbyllim. Pa i keq si shke sjell aty? Si s'na e solle një kecin? Po thash ta sjell kecin ti, unë thash do vjen me çizme sa. Ku e ke kecin? Ore keci, ku e ke? in Ha? blood. Herës tjetër? Late night in blood. Dreamy in the city when Tirana doesn't sleep. Late night in blood. Late night in blood. Ky emision mundësohet nga Brunes, Herbadent, Eurolab, Cinco Luxury Club.